Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Acidi folik është një nga vitaminat më të rëndësishme për trupin e njeriut, veçanërisht për krahët që janë shtatzëna ose po planifikojnë të mbeten shtatzëna. Por çfarë është saktësisht acidi folik, pse ka një rol kaq të madh gjatë shtatzanisë dhe si duhet ta marrim në mënyrën e duhur? Çfarë është acidi folik? Acidi folik është forma sintetike e vitaminës B9, një vitaminë që ndihmon trupin të prodhojë dhe të riparojë qelizat e reja. Ai është i domosdoshëm për proceset të ndarjes qelizore, për formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe për krijimin e ADN-s, materiali gjenetik i çdo qelize. Trupi ynë nuk mund ta prodhojë vetë këtë vitaminë, prandaj duhet ta marrim përmes ushqimit ose suplementeve. Roli kryesor i acidit folik. Roli më i rëndësishëm i acidit folik është mbështetja e rritjes dhe zhvillimit të qelizave të reja. Në mënyrë të veçantë gjatë shtatzanisë, ai ndihmon formimin e tubit nervor të fetusit, strukturës nga e cila më vonë zhvillohet truri dhe palca kurrizore. Përveç kësaj, acidi folik ndihmon edhe në prodhimin e gjakut dhe mbron nënën nga anemia. Ai është gjithashtu i rëndësishëm për funksionimin e shëndetshëm të sistemit nervor dhe për forcimin e imunitetit. Pse është shumë i rëndësishëm për krahët shtatzëna? Gjatë javëve të para të shtatzanisë, zhvillimi i trurit dhe palcës kurrizore të bebes ndodh me shpejtësi të madhe. Nëse trupi i nënës nuk ka mjaftueshëm acid folik në këtë fazë, rritet rreziku që bebi të ketë defekte të tubit nervor si spina bifida ose anencefalia, probleme serioze që ndikojnë në sistemin nervor qendror. Prandaj mjekët këshillojnë që krahët ta fillojnë marrjen e acidit folik para shtatzanisë, në mënyrë që nivelet e folatit në trup të jenë të mjaftueshme që në momentin e konceptimit. Përveç parandalimit të defekteve të tubit nervor, acidi folik ndihmon edhe në uljen e rrezikut për lindje të parakohshme, mbështet rritjen e placentës dhe ndihmon nënën të ruajë energjinë dhe shëndetin gjatë shtatzanisë. Kujt i rekomandohet acidi folik? Acidi folik rekomandohet për të gjitha gratë që planifikojnë shtatzani, të gjitha gratë shtatzëna, veçanërisht gjatë 3 mujorit të parë. Gratë në moshë prodhuese që nuk përdorin mbrojtje, sepse shtatzania mund të ndodhë pa planifikim. Personat me dietë të varfër në fruta, perime dhe drithra, si dhe gratë me rrezik të shtuar, si ato që kanë diabet, përdorin barë antiepileptike apo kanë pasur më parë fëmijë me defekte të tubit nervor. Në raste të veçanta, mjeku mund të rekomandojë doza më të larta, por gjithmonë në mbikëqyrjen mjekësore. Burimet natyrale të acidit folik. Edhe pse suplementet janë më të sigurta për të mbuluar nevoja gjatë shtatzanisë, acidi folik gjendet edhe në shumë ushqime të përditshme. Burimet më të pasura janë perimet me gjethe jeshile si spinaqi, lakra dhe brokoli, fasulet, thjerrzat, bizelet dhe qishrat, frutat agrumet si portokalli dhe mandarina, avokado, bananet, arrat, lajthia dhe farat, si dhe drithrat e pasura me acid folik. Megjithatë, edhe me një dietë të shëndetshme nuk është gjithmonë e mundur të sigurohet sasia e mjaftueshme që kërkon shtatzania. Për këtë arsye, suplementet janë të domosdoshme. Doza e rekomanduar e acidit folik. Doza e rekomanduar për shumicën e grave që planifikojnë ose janë shtatzëna është 400 mikrogram, që është e barabartë me 0.4 mg në ditë. Kjo dozë duhet filluar të paktën një muaj para shtatzanisë dhe duhet vazhduar deri në javën e 12 të shtatzanisë. Në disa raste, si tek gratë që kanë pasur më parë shtatzani me defekte të tubit nervor ose tek ato që kanë sëmundje të caktuara, mjeku mund të përshkruajë doza më të larta deri në 4 mg në ditë. Pas 3 mujorit të parë, shumë gra vazhdojnë ta marrin si pjesë të multivitaminës prenatale gjatë shtatzanisë dhe periudhës së gjithënjës. Ka dhe grupe të tjera që përfitojnë nga suplementimi, personat me dietë të varfër në perime bishtajore, personat me çrregullime të traktit tretës që ulin përthithjen, për shembull sëmundja celiake, sëmundjet inflamatore të zorrëve pas operacioneve bariatrike. Gjithashtu, personat me anemi nga mungesa e folatit të diagnostikuar, konsumues të rregullta të alkoolit, sepse alkooli ul përthithjen dhe rrit humjen e folatit, dhe disa pacientë që marrin barna që ndikojnë në metabolizmin e folatit.
Si merret acidi folik? Si vitaminë e tretshme në ujë, mund të merret me ose pa ushqim. Konsistenca është kyçe. Një tablet në të njëjtën kohë çdo ditë e rigjasën që të mos harrohet. Paralelisht forconi dietën me burime natyrore të folatit. Spinaq, rrepa jeshile, brokolizje, shkurt, thjerza, qishra, fasule të zeza, portokall, kivi, avokado dhe drithra të fortifikuara. Gatuani botë ose avulloni shkurt, sepse folati është i ndjeshëm ndaj nxehtësisë dhe shkatërrohet lehtë. Kush nuk duhet ta marrë pa këshill? Personat me histori kanceri specifike në trajtim aktiv ose me terapi që kërkon monitorim të folatit. Personat me mungesë të dyshuar të vitaminës B12 pa u testuar. Personat me alergji të njohura ndaj përbërësve të suplementit. Në këtë rast, konsultimi mjekësor është i domosdoshëm. Po ashtu nëse jeni në protokolle fertiliteti ose barna teratogjene, doza dhe forma përcaktuar nga specialistë. Mitet të zakonshme. Nëse ha shëndetshëm, s'më duhet kurrë acidi folik. Edhe pse një dietë ideale mund të ambulojë, për gra që mund të mbesin shtatësan, rekomandohet 400 mikrogram shtesë pikërisht sepse periudha kritike ndodh shumë herët. Acidi folik trash. Jo, acidi folik nuk shkakton shtim peshe. Nëse ka ndryshime peshe, shikohen faktorët e tjerë. Acidin folik mund ta marrë sa të duar se është vitaminë. Jo, mbi dozimi mund të maskojë mungesën e vitaminës B12 dhe nuk sjell përfitime shtesë. Acidi folik është një vitaminë e vogël me ndikim të madh në shëndetin e nënës dhe të bebes. Ai ndihmon në zhvillimin normal të sistemit nervor të fetusit, parandalon komplikacionet e hershme të shtatsanisë dhe ruan energjinë e nënës. Marrja e rregullt të acidit folik përpara dhe gjatë shtatsanisë është një nga mënyrat më të thjeshta për të mbrojtur shëndetin e jetës që po zhvillohet. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.